Pak që zgjat është më mirë se shumë që sjell pikëllim. Kjo thonje mahnitse përmban urtësi dhe udhëzim të thellë për myslimanët në jetën e tyre të përditshme. Për të kuptuar kuptimin më të thellë të këtij hadithi, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Bekare, ajeti 286, thot: Allahu askënd nuk e ngarkon për te mundësive të veta. Ky ajet thekson rëndësinë e përmbajtjen dhe baraspeshën në jetën tonë. Na kujton se Allahu në urtësinë e tij të pafund nuk na ngarkon me më shumë se sa mund të përballojmë. Prandaj, është më mirë të kesh pak që zgjat se sa një sasi të tepërt që bëhet mbizotëruese dhe e rëndë. Për më tepër, në surën Araf, ajeti 42, Allahu thot: Dhe ne do t'i qasemi veprës që kanë punuar ata, edhe do ta shndrojmë atë në pluhur të shpërndar. Ky ajet nxjerr në pa natyrën kalimtare të pasurive të kësaj bote dhe pasurive materiale. Sado që të grumbullojmë, ajo përfundimisht do të kthehet në pluhur. Thënia e Imam Aliut na përkujton se është vlera e qëndrueshme dhe ndikimi i veprimeve tona që kanë vërtet rëndësi në vend të kënaqësisë së përkohshme që rrjedh nga pasuritë materiale. Në kërkim të suksesit dhe lumturisë tonë, ne shpesh bëhemi të shfrytzuar nga dëshira për më shumë. Ne, duke mbledhur pasuri, prona dhe arritje, duke menduar se ato do të na sjellin lumturi. Megjithatë, Imam Aliu na mëson se kënaqësia e vërtet qëndron në të pasurit pak, por që zgjat. Kjo mund të zbatohet në aspekte të ndryshme të jetës tonë, të tilla si pasuria, marrëdhëniet, madje edhe praktikat tona fetare. Për shembull, në sferën e pasurisë, është më mirë të kemi një të ardhur modeste që fitohet me mjete të ligjshme dhe na mbështet në afat të gjatë, në vend që të grumbullojmë pasuri të madhe përmes mjeteve jo etike ose të paligjshme që në fund sjell pikëllim dhe pasoja. Në mënyrë të ngjashme, në marrëdhëniet tona është më mirë të kemi disa miq të sinqertë dhe besnik, të cilët na qëndrojnë pranë në vend që të kemi lidhje të shumta si përfaqësore që nuk ofrojnë mbështetje dhe shoqëri të vërtetë. Për sa i përket aktiviteteve fetare, është më mirë që vazhdimisht të kryen disa akte dhurimi me sinqeritet dhe përkushtim, në vend që të angazhohen në rituale të shumta pa kuptim apo angazhim të vërtetë. Cilësia e adhurimit tonë dhe thellësia e lidhjes sonë me Allahun është më e rëndësishme se sasia e veprimeve tona. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët që të kenë përparësi cilësinë mbi sasinë në të gjitha aspektet e jetës së tyre. Na inkurajon të kërkojmë vlera dhe përfitime të qëndrueshme në vend të kënaqësisë së përkohshme, duke u fokusuar në atë që ka vërtet rëndësi dhe duke shmangur kënaqësinë e tepruar. Ne mund të gjejmë kënaqësinë e vërtetë dhe të bëjmë një jetë harmonike dhe përmbushëse. Allahu na dhënë urtësinë për të kuptuar mësimet e thella të Imam Aliut dhe aftësinë për t'i zbatuar ato në jetën tonë. Le të përpiqemi për modesti, harmoni dhe mirësi të qëndrueshme në gjithçka që bëjmë.